Kalojmë dhe tek peshqit, një hënë e re favorizuese dhe ndihmuese lehtësuese edhe për peshqit me qëllimet që ata kanë në mendje. Pra, është një 28 ditësh që do t'i ndihmojnë shumë për çështje që ata i dinë, ata i njohin. Periudha për peshqit ka të bëjë me ndryshimin në përgjithësi, por kam përshtypjen që do të jetë ndryshim fizik, pra mund të jetë shtëpi, mund të jetë çati, mund të jetë rrënjë, mund të jetë qytet, mund të jetë vend, pra në përgjithësi me vendosjen fizike të tyre. Ndërsa për sa i përket Venusit tek demat, është favorizues, është ndihmues, Urani përsëri aty ndihmon shumë, kush nga peshqit është duke përgatitur ndryshime dhe nuk janë të paktë të rëndësishme edhe në jetën e tyre personale, të paktën për 4-5 ditë në këtë periudhë në të cilën ndodhemi. 4 ditë që ka informacione, ka entuziazëm, disa do të kenë edhe gëzime të mëdha.